Qa do bëja o blak, nuk e di burr, është punë e vështirë ajo, prandaj është aq i shqetësuar kryeministri jon. Nga që kalon shumë kohë duke bërë këto punë, shlodhe duke u marrë me ne që bëjmë komedi, edhe hedh video në Instagram pastaj, po. Kështu që është e vështirë. Unë po t'isha një ditë kryeministër, do ju jepja të gjithë nga një pension, ta kenë. Ta kenë o blak, pse mos ta kenë? Të vend të gjithë në Green Coast, ta shijojnë një ditë në Green Coast. Do ta jepja. Kjo më erdhi, se kam kopa për plazh, prandaj. Spionët në burg. Spionët në burg. Ata prishën të Shqipërinë, spionë. Do ndryshoja të tërë sistemin shëndetësor. Për momentin dhe të tërë klasën politike. Do përpiqesha që parlamentin ta mbushja me frymë rinore, sepse rinia sjell ndryshimin. Ku mund të fillojmë? Pjesën e parë është do të bëj një limit për sa kohë mund të ka kryeministër për, do të thënë që mandatesh. Po, mandatet që duhet kemi një limit, sepse pastaj mund të kemi oligarki, autokrasi, diktatora. Do mundoja ndalove vetëm shpopullimin e shqiptarëve dhe kthimin e shpresës këtë rinjt. Po në rast gjë s'do bëj, po këtë popull do ta respektoj deri në fund. Dhe e para e punës do jepja dorëheqjen në sekond.